Jo po harxho, jo s'harxho. BMW-ja me këtë motor e ka bo super motor. Ky s'merr vesh fare nga makina. Bëj gabim që jam fan si BMW-s. Kjo duket më e shpejtë se RS80-a. Po May Stage, kjo fiton gati 200 kuaj. Përshëndetje të gjithëve, sot kemi review firmën time të preferuar, se më thonë je fan si BMW, se do bëjmë i BMW tjetër. Është X4M Competition, pjesë i segmenti makinash që ka shumë rivalitet, ku ka kundërshtar Macan Turbon, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, GLC 63-she. Më thonë, është segmenti çik i vështirë, po edhe te ky segment i vështirë, besoj kjo është më sportive e segmentit vet. Tash kjo që kemi këtu është e zezë, është versioni Competition, shumë e bukur. Gjenerata parë X4-s mu s'ka pas pëlqyer, duke si X6 më e vogël, po ishte si e shëmtut. Kjo është më e bukur, edhe më agresive, shumë më agresive para. Kamerën e ka përpara, është me fener LED adaptiv BMW-s, frenat më performance, për herë kështu janë me këtë gjyrën blu. Të di se 21 është shumë bukura dhe këto janë më performance, nuk është si shef të modelet e tjera, me kamerat e pasyrat. Është 360 gradë kamera dhe i ka pjesë të karbonit, ka pakut. Kupe, po të këto SUV të vogla. Audi s'ka rival për këte, se SQ5 ka, RS5 nuk ka, kështu që vetëm Benzi, Porsche dhe Alfa Romeo. Tashi më e bukur është para se mrapa, po këtë difuzorin ka karbon shumë bukur me 4 marmita, edhe këte ka kamerë mrapa, hapet sistema. Makinë e bukur, praktike, po kjo është edhe shumë sportive. Ka edhe këtë bishtin e karbonit, shumë e bukur. Po shkofanos kena S58, 3 mish në linjë, 6 pistonsh me 2 turbo. Kjo është i njëjti që kena bo më treshin GT10 G-Power, i njëjti motor. Te versioni Competition ka 510 kuaj fuqi edhe 600 Nm tork. Po këto janë numrat që thot BMW-ja, në realitet besoj do ketë pak më shumë fuqi, se nuk e justifikon dot performancën, është shumë e shpejtë. Rivalte vet, Macanit njëjtit vit, turboja ka 2.9, që është motor Audi RS-ja e përdor. Ajo ka 450 kuaj, 424 i gjotë tillë, më pak e fuqishme. GLC 63 njëjtit vit, ka 4000 V8 biturbo, ka 510 kuaj, po tork ka më shumë, 700 Nm. Kurse Alfa Romeo ka 2.9 V6, i derivuar nga Ferrari, supermotor edhe ai, besoj për zhurmë ajo është më mirë se këto rival, po edhe GLC-ja është e mirë. Kjo nuk është se ka ndaj super zhurmë stok, po performancën e ka më të mirë se të gjitha. Kjo e ka X4 me Competition të shkruajtur me edhe këtu, është me lumbar support, elektrike se dihet normalisht, edhe ke edhe këtë opsionin që ngushton ose hap këto bolster sansore për të mbajtur në vend më shumë. Edhe mrena si interior është shumë i mirë, shumë praktik, është me ekran digital, nuk ka të pjesën e bashkume, po më thonë ka teknologjinë që duhet pa egzagjerime. Timonin e ka me ngroje, me njishin me dyshin që i konfiguro si dush, tu ka këto distronikut që i komando, klimën me 2 zona këtej, se dilet me ngroje edhe me ftoje. Këto e ka kështu, kur e ve gishtin këtu e dallo kjo kur e prek, po mund t'i vesh si shortcut i regjistro edhe vendos. Me Apple CarPlay, Android Auto, me qepje cross-koti, është gloss karbon, shumë e bukur. Ka këtë ambient lighting, shumë bukur, me qepje lart, head-up display, shumë e bukur në fakt si interior. Sipër komplet panoramike, fut ndriçim mrena, të logët e mës të sedilja. Tapicerinë e ka shumë bukur, shumë më e mirë se sa po ta kesh vetëm zezë. Unë për vete i kam qef të që janë me kështu lloj ngjyrash. Se zeza s'tregoa si gjohë, e erso makinën, po kjo është shumë e bukur me këtë ngjyrën kaftë, shumë më e mirë. Edhe X4 me Competition, tu ke kamera 360 gradë, edhe kameramani, tu më prit mu që të marrë të jap kamerën. Wireless charging e ka këtu, cup holdersat, marmitat me zhurmë, me dashnim. E këtu konfiguro amortizator, timonin, motorin, traction controlin off, i ke si dush, ose i bote me njëshi me dyshi, edhe rrypat me ngjyrën e mës. Shumë interior i bukur, edhe shumë praktik. Edhe marshi i BMW-s, po ne ka këtu frenat e dorës. Kjo është hill descent controlli për off-road që s'ka për të përdor asnjëherë kurrë, auto holdi. Është perfekt. Edhe kjo ka opsionin që e ço edhe gjithë fuqinë mrapa, ndryshe nga rivalte vet. Gjithë bota është shtyr tash drejt SUV-ve. Kështu që tash kjo nuk është se ka ndaj gjë më shumë se çdo ta bonte i M3 me portobagazh. Ti jemi realist, edhe ai është më sportiv se kjo. Po nga që të gjithë i duan makinat pak më të larta, kjo është zgjedhja tjetër më e mirë e mundshme. Edhe mrapa nuk është keq me hapësirën, tash shumë nuk është se kjo makinë e madhe është me thonë drejtën, po t'ishte, e thash,
seria 3 ishte më treshme për të bagazh, besoj për kokën të kishte çik më shumë hapësirë, ndoshta edhe për komët, po edhe mrapa ka klimën e vet individuale, është me 3 zona, 2 para, 1 mrapa, me sedile me ngrojë dhe mrapa, Type-C, është me Apple CarPlay, Android Auto, këtë llojin e cup holderit që e përdor çdo lloj modeli BMW-ja. Nuk është keq, po mund të kishte edhe pak më shumë hapësirë, je pak si lart i ul këtu. E mira është që je lart edhe shef para, se këto sedilet ta bllokojnë krejt, nëse si je pak më lart, po pak si ngusht duket. Kamerën e parkimit e ka këtu, bagazhin e ka elektrik, normalisht. Ka hapësirë edhe sedilet mrapa mund t'i shtrish, i shtrin edhe nga këtu, ke këto levat që i tërheq. E bollshme është si hapësirë, nuk është se është keq. Edhe ka hapjen e madhe, fut gjonat mdoja. Tani do dalim ta testojmë edhe X4-ën më, edhe do shohim si është në performancë. A është aq e mirë sa e bëjnë? Bëj gabim që më fan si BMW-s. Sa kena zbrit nga RS8 çpar, ishte përshitja ajo. Si duket kameraman këti performancë? Aty më shpejt kjo? A shef, ajo 600 kua e kjo 510. Që s'është rivali kësaj fare. Edhe kjo duket më shpejt se RS8-a. A shef, po thot kameramani, ky s'merr vesh fare nga makinat. Ky flet vetëm me ndjeshmëri se sa e shtyn. Se s'është fan si BMW-s, ky si puna ime, unë mund të rrej. Tash e kena më, si duket tash. Më e shpejt kjo? Po. Aty janë. Zhurmë pak më të bukur se V8. Vetëm zhurmën se ka aty ku duhet, po këto gjonat e tjera do i ka kreta. Tani rivalet e vet i tham edhe Bentley Bentayga. Rivalet e vet i tham edhe kjo e le target atyne, me Generalist, është më shpejt se ato. Stelvio Quadrifoglio jam kurios ta provoj, besoj do e provojmë së shpejti. Ajo është i çik më intriguese si makinë. Ajo duhet të ketë çik më personalitet edhe në ecje, besoj mund të jetë pak më e veçantë, se është motori derivuar nga Ferrari, më e lehtë se këto rivalet e vet, më e lehtë se të gjitha është. Po duhet provu. Tash po provojmë ta shohim si do jetë kjo. Do jetë tash shumë mirë. Unë e kam provuar te më treshi, kështu që aty ishte G-Power edhe ishte shumë i shpejt. Po edhe kështu form stock te kjo X4, edhe këtu është shumë i shpejt. Shqyqyr që kemi BMW-n. Se Benzi e buni GLC në re 2000, hibride. Shumë motori përgjithshëm, s'ka lag fare, së më marrë vesh. Shumë performancë ka ky motor. Edhe kjo është e mirë edhe në kthesa, forcohet komplet, shumë ndjeshëm timoni. Pak lëvizje, hik makina sakt në janë e komando direkt, e ndjen që është të bo. Nuk hik timoni kot bosh. Për ta pas qef fakt si makinë, se BMW-ja akoma po ma këtë performancën. Tha Audi s'bo, si kjo nivel. Shpejt është, shpejt. Shumë e shpejt. Kamerë ka ZF 8-ën, shumë kamerë mirë, 8-ja përdoret tash nga të gjithë makinat, po se cila nga kompanitë e programo vetë, BMW-ja ka më shumë vite sekret që e përdor, edhe ja ditë gjitha. Kur i ndron më shpejt 8-ja BMW-s se këto 8-ja të tjerave. Shumë stabil, shumë e shpejt. T'jep besim me hec shpejt, me hec fort, t'jep konfidencë, shumë direkte. Amortizimi është pak i fort, në thonë për makinë komforti, s'është idealja, po
Me dashte ço dhe me pedal shifter plus minusat, edhe ato është shumë mirë. I ndro shpejt. Jo DCT, nivel DCT, po prapë edhe në komfort amortizimin e ka i qik fort, domethënë kjo është si gjohë negative e kësaj makine. Përveç kësaj, çdo gjë tjetër e ka perfekt. Është super makinë. Domethënë makinë familjare në dukje me performancë super makinash. Sot ka hec edhe nuk na bëjnë përshtypje. Kjo siç është, me këtë performancë që ka, super makinat e para 15-20 viteve jo ale targa të gjitha, por Gallardos, F430 ose qa ka pas makina të shpejta atëhere, kjo është shumë më shpejt se ato. Normalisht ato kanë gjona tjera që kjo si bodot, që janë më të lehta, kanë motorrat më të veçantë, por ka performancë tjetër. Tash i ja shoh te kilometrazhi që BMW-ja sikur e di që ka më shumë fuqi, edhe thjesht si thot torkun, thot e ka 600, po ja le 640 aty. Ku e të fuqi thot ka 510, e le 560 aty. I le rezerv. Po kjo është stok, po main stage kjo fiton gati 200 kue. Prap është e panigjume, unë s'kam pa makinë që të fitosh 200 kue fuqi main stage. BMW-ja me këtë motor e ka bo super motor. Si B58, si S58, super motora. Edhe si shasi e shumë e mirë, timoni shumë i mirë, shumë direkt. Është e fortë në amortizim. Kjo dhe ishte, thonë të këto gjonat që s'më mu është që është e fortë në amortizim. Edhe mrapa ka më pak vend se çmenova se duhet ketë, se s'është makinë fort e vogël. Pastaj këto gjonat e tjera, që mos kjo herë me këtë lloj speku që ka me këto opsione, si unë nga si gjë, domethënë makinë që ta përdorësh për çdo gjë, edhe me ftoje, me ngroje, me distronik, me gjitha gjonat, Harman Kardon, Audion, panoramike, çfarë lloj opsioni që do nga e makinë kjo i ka, ti përmbush gjitha. Është makinë, super makinë për daily driver. Normalisht do ketë njerëz që do thonë jo po harxho, jo s'harxho, kupton, të nuk janë bëu makina është elektrike, për mos më harxhu, merr elektrike edhe s'harxho, po makinë që kesh pak qef mi dhon dhe gaz, ose kur bëj rrugë të parakalosh, kënaqesh, është makinë e mirë, t'jep kënaqësi. Tashi mirë është me provu edhe Macan Turbon, jo te 3.6, po 2.9. Te facelifti e kanë bota, 2.9. Alfa Romeo është mirë me provu, Stelvio Quadrifoglio. Edhe GLC në fakt s'kam provu, 4000 sa kena bo sa dush, ne po s'kam provu të GLC-ja. Edhe pse them kjo do jetë më shpejt se ato, po Stelvio kam përshtypjen do ketë pak ndjesi më të mirë në ecje, në kthejës antimon, pa edhe motorin në zhurmë ndaj ketë pak më të bukur. Cilën do kishit zgjedh ju? Macan Turbon, GLC 63 AMG, jo të terren, 2020-ës faceliftin me 4510 kue, GLC 63S, apo do kishit marrë Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio? Thoni në komente. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer video. Nëse s'keni bërë subscribe, bëni subscribe në YouTube, follow në Instagram, TikTok, edhe shkarkoni aplikacionin e Alcars ku mund të postoni makinat e juaja edhe mund t'i shisni ose mund të gjeni makinat që doni me ble. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.